Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja kur është koha ideale që duhet të lajnë flokët të moshuarit, e vërteta që duhet të mësoni. Edhe pse mund ta keni dëgjuar shpesh se sa shpesh duhet të lajmë flokët për sa i përket një shëndeti të mirë, tani rezulton se edhe orari se kur i lani pas ka një rëndësi të madhe. Njerëzit lajnë flokët në kohë të caktuara të ditës nga zakoni ose atëherë kur kanë kohë të lirë që t'ja përkushtojnë vetes. Parukierët e njohur kanë zbuluar se në varësi nga struktura e flokut, disa njerëz ju përshtatet më shumë që t'i lajnë flokët në mëngjes, ndërkaq të tjerëve u përshtatet që t'i lajnë ato në mbrëmje. Ekspertët konstatojnë që, megjithatë, ekziston koha ideale kur duhet t'i lani flokët. Nëse keni flokë të hollë të cilat bëhen shpejt të yndyrshëm, ekspertët këshillojnë që gjëja më e durë është që t'i lani në mëngjes, sepse ato kështu duken më të bukur, më të dendur gjatë gjithë ditës. Nga ana tjetër, nëse keni flokë kaçurrela të dendura ose me qime të trasha, lajini në mbrëmje dhe më pas larjes i thani lehte me peshqir dhe i lini që të thahen vetë. Në këtë mënyrë flokët do të mbajnë vëllimin dhe kaçurrelat tuaja do të duken perfekte. Një raport i kohëve të fundit në lidhje me zbulimin e një kimikati që shkakton probleme në disa shambull të thata, mund t'ju bëjë që të rimendoni rutinën tuaj të kujdesit të flokut, por ekspertët thonë se nuk ka një zgjidhje për të gjithë se sa shpesh mund t'i lajnë flokët ose çfarë mund të bëni për t'i mbajtur ato edhe në ditët e pushimit. Doktoresha Anteni Rossi, një asistente dermatologe në Memorial Sloan Kettering Center në New York, thotë se pesticidet duhet të qëndrojnë sa më shumë larg nga floku, por nëse keni pasur trajtime kimike që mund t'i bëjnë flokët tuaj më të thatë, të tillë si zbardhuesit ose zbutësit, ju duhet t'i lani më pak se një herë në javë, për të shmangur maja dyshe, citon eksperti. Nëse skalpi juaj është shumë i yndyrshëm, mund t'ju duhet t'i lani ato më shpesh se një herë në ditë, sipas International Academy of Dermatology New York. Larja e flokëve mund të jetë një proces i thjeshtë, por të dish sa shpesh duhet t'i lash mund të jetë një sfidë. Struktura e flokëve të një personi dhe niveli i prodhimit të vajit luan një faktor të shëndetit dhe higjienës së përgjithshme të flokut tuaj. Sipas ekspertëve, kjo bëhet duke ekzaminuar lëkurën. Gjëndrat dhjamore shpesh përcaktojnë se sa shpesh duhet të lani flokët. Nëse nuk jeni të sigurt për llojin e lëkurës suaj, fytyra është një tregues i mirë se si sillet skalpi. Njerëzit që kanë lëkurë të yndyrshme kanë nivele që t'i lajnë flokët më shpesh në krahasim ato që kanë lëkurë të thatë, citon Tiffany Young. Nëse e lani shpesh fytyrën për shkak të prodhimit të vajit, skalpi ka të ngjarë të ketë nevojë për të njëjtin trajtim. Flokët kaçurrela prirë të jenë më të thata dhe mund të shkaktojnë edhe disa probleme. Gjithashtu, nëse i lini pa u larë, megjithatë kjo varet nga aktiviteti juaj fizik ose edhe nga nivelet e hormoneve. Është e rëndësishme që flokun ta lani vazhdimisht si duhet për të evituar dëmtimet të tij. Nuk ka ndjesi më të mirë se flokët e sapo larë, megjithatë larja e tyre mund të jetë diçka e lodhshme dhe mund t'ju kushtojë edhe impenimin ditor. Ndërsa të gjithë i duan flokët të pastër, larja e tyre mund të çojë në prodhimin e problemeve të skalpit duke përfshirë humbjen e flokut nëse nuk i lani si duhet. Por sa shpesh duhet i lani flokët? Kjo varet nga disa faktorë të tillë si lloji i flokut dhe përdorimi i produkteve. Ja disa shenja që tregojnë se nuk po i lani flokët mjaftueshëm. Flokë të yndyrshëm. Flokët bëhen të rëndë dhe të yndyrshëm nëse nuk i lani rregullisht. Yndyrnat e tepërta mund të krijojnë edhe një erë të pakëndshme. Formimi i zbokthit. Zbokthi mund të shkaktohet nga akumulimi i yndyrnave dhe qelizave të vdekura të lëkurës në skalp, që krijojnë një mjedis të favorshëm për mikroorganizmat. Kruajtja e skalpit. Një skalp që kruhet mund të nënkuptojë akumulimin e produkteve të stilimit, papastërtive dhe qelizave të vdekura. Kjo mund të çojë në iritime dhe sëmundje të tjera të lëkurës. Flokët zbehtë. Flokët mund të duken të zbehtë nga ndotja akumuluar në produktet e stimulimit. Një shampo e thjeshtë pastruese mund t'ju rikthejë shkëlqimin e flokëve. Rënja e flokut. Humbja e flokut mund të lidhet gjithashtu edhe me problemet dermatitit, të cilat shkaktohen nga akumulimi i yndyrnave dhe rritja e zbokthit në skalp.
Të lani flokët rregullisht ndihmon në mbajtjen e shëndetit të skalpit dhe ruajtjen e shkëlqimit natyral të tyre. Gjithashtu është e rëndësishme që për flokë të shëndetshëm të tregojeni edhe më të kujdesshëm me trajtimet e tyre. Flokët janë pjesë shumë e rëndësishme e pamjes sonë dhe kujdesa e duhur mund të marrë edhe shumë gabime. Kur është fjala për të nënkuptuar se sa shpesh duhet lani flokët, shumë prej jush mbeten në dyshime, por sa shpesh duhet i lani ato? Si funksionon shampoja e flokut dhe cila është më e mira për shëndetin e flokut tuaj? Flokët tonë ndyrrosen për shkak të sebumit, një sekrecion vajor i gjendur në gjëndra dhjamore. Ai është i përhapur kudo në lëkurë, por sidomos më i përhapur në lëkurën e kokës. Akumulimi i sebumit në lëkurën e kokës favorizon pluhurin dhe papastërtitë të grumbullohen më shpejt, ndërsa shampoja luan një rol vendimtar duke hequr sebumin dhe papastërtitë e mbledhura në lëkurën e kokës dhe në flokë. Por sa shpesh duhet të përdoret shampoja? Ajo varet edhe nga stili i jetesës që bëni. Për ata që jetojnë në qytete, e këshillueshme është t'i lani sa më shpesh për të hequr pluhurin dhe papastërtitë. Flokët e dobët dhe të drejtë lejojnë yndyrën të rrëshqas dhe të përhapet me shpejtësi. Si rezultat mblidhet edhe më shumë papastërtitë. Flokët më të dendur dhe kalçurel janë më të thatë dhe sebumi e ka më të vështirë të përhapet në folikula dhe të zbresë tek flokët. Flokët mund t'i lani edhe çdo ditë, veçanërisht kur lëkura e kokës skruhet për shkak të akumulimit të sebumit. Ajo që është e rëndësishme është përdorimi i një shampo me cilësi të mirë, për të pastruar papastërtitë dhe për t'i hequr ato. Shampot që bëjnë pak shkum ose vajra janë larës mjaft delikat, sepse nëse janë shumë agresiv, ato mund të dehidratojnë flokun dhe ta dëmtojnë atë. Përdorimi i balsamit është i rëndësishëm sepse e krijon një filtr mbrojtës për flokun nga dëmtimi i mjedisit, si dhe i bën ato më të shëndritshëm dhe më të lehtë për t'u krehur. Mund të vendosni edhe pak balsam në çdo larje. Kjo sipas llojit të tij, pak për flokët që janë të drejtë dhe më shumë për flokët kaçurela. Por duke pasur kujdes se si ta vendosni balsamin në flokë, nuk duhet ta vendosni në rrënjën e flokëve, por duhet ta përqendroni në majat e tyre. Para se balsami ta aplikohet në fillim, floku i duhet hequr me një peshqir uji i tepërt. Përndryshe balsami nuk do të bëjë funksionin si duhet. Por çfarë duhet thënë për idenë që qarkullon se floku nuk duhet të lahet me shampo? Përkatësia e kësaj ideje thotë se shampoja heq të gjitha yndyrat natyrale të flokut dhe kështu floku do të reagojë duke prodhuar më shumë dhe duke bërë më shumë yndyrë. Por duke përdorur vetëm një ujë me produkte natyrale, sebumi në kokë arrin të ekuilibrohet. Është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendjen e duhur larjes së flokut. Sa shpesh duhet i lani flokut varet nga shumë faktorë, duke përfshirë llojin, stilin e flokëve, se sa i yndyrshëm është skalpi dhe aktivitetet që bëni. Në përgjithësi këshillohet që flokët t'i lani 2 deri në 3 herë në javë, por nëse keni bërë trajtime të tilla që i bëni për flokët e thatë, mund të jetë e nevojshme t'i lani edhe më rrallë 1 herë në javë. Nëse skalpi juaj është shumë i yndyrshëm, mund t'ju duhet të lani flokun 1 herë në disa ditë, sipas shoqatës amerikane të dermatologjisë. Mosha gjithashtu mund të luajë një rol faktuesi. Gjatë pubertetit ne kemi rritje të hormoneve dhe kështu gjendra e yndyrës mund të zmadhohet. Kështu mund të jenë edhe flokët që lahen më shpesh. Lëkura jonë prodhon më pak vaj ndërsa plakemi. Flokët tuaj mund të jenë më të prirur për të tharë ose dëmtuar nëse janë kaçurela ose me onde. Larja e këtij lloji floku shumë shpesh mund të përkeçojë gjendjen e tyre, kështu që flokët e trashë dhe kaçurela në përgjithësi nuk kanë nevojë të lahen çdo ditë, por ju mund t'i lani ato të paktën çdo 2 herë në javë, për të mbajtur skalpin dhe flokun tuaj të pastër dhe të shëndetshëm. Nëse jeni duke përjetuar probleme të përhershme me kokën ose flokën tuaj, të tilla si zbokthi, gjithashtu po humbisni flokën tuaj, duhet të konsultoheni me dermatologun. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të informojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.